E pra të dashur miqtë e mi, ja ku po ritakojemi sërish së bashku me mua Tirona Lili në kanalin Monitor TV për të sjellur pranë jush lajmet më të fundit dhe ngjarjet më të fundit në fakt rreth tragjedisë që kaploi sot popullin shqiptar. Shpat Kasapi në moshën 40 vjeçare humbi jetën. Një bumerang në fakt që ka ndodhur në familjen e Shpatit sepse vite më parë në moshën 41 vjeçare humbi jetën edhe babai i tij. Shpati u rriti vetëm në duart e nënës së tij, zonjës gjylimsere, me dashurinë e pakusht, me luftën e madhe që kjo grua bëri që të rritën djalin duke zëvendësuar edhe vendin e babait. Në shumë intervista Shpati ka thënë shumë që mungesa e nënës nuk apo mungesa e babait nuk më ka munguar kur sepse nëna ishte ajo që e bënte të pamundurën që unë të kem edhe dashurinë e mamit, por edhe dashurinë e babit. Pas orë të tërash, ka reaguar për herë të parë menaxhmenti i Shpat Kasapit në Instagramin e tij, duke shkruar: "Të nderuar miq e familjar, media dhe publik i dashur i Shpatit. Humbja e Shpatit është një goditje e rëndë dhe një dhimbje e madhe për të gjithë ne. Ju njoftojmë se së shpejti do t'ju informojmë me detaje të plota rreth procedurave të varimit. Me respekt, Menaxhmenti i Shpatit, më falni." Menaxhmenti i Shpatit ka reaguar në Instagramin e tij. Unë ju kërkoj shumë ndjes për emocione që kemi, por më besoni që është një trishtim shumë i madh. Shpati në moshën më të mirë, Shpati sapo kishte sjellur edhe këngën e re në xhirimet e vitit të ri 2026, e titulluar Habibi, një këngë që do të mbetet në kujtimin e tij, një baba që luftoi pafund për të parë birin e tij të lumtur, një çift së bashku me Selvien që po ndërtonin ëndra për të ikur drejt Italisë dhe për të vizituar lokopedët më të mirë për të birin e tyre. Do me thënë, sakrifica që Shpati do të bënte në Big Brother do të ishte një sakrificë për familjen e tij, për djalin e tij, për më të mirin e tij që e dëshironte dhe e donte pafund. Unë uroj me zemër që Roeli të rritet me të mirat e botës, të rritet në dashurinë e mamit Selvies, por edhe në dashurinë e gjyshes gjylimsere, zonjës gjylimsere, cila është një grua e mrekullueshme që konsideron një respekt veçantë në Maqedoninë e Veriut. Uroj me zemër që ta kujton babain e tij, ashtu siç ne do ta kujtojmë me veprën e bukur të tij. Menaxhmenti i Shpatit në ditët në vazhdim do t'jep edhe detaje për mbërritjen e kufomës në Republikën e Maqedonisë së Veriut dhe gjithashtu edhe për varimin e Shpatit se në cilin qytet do të bëhet. Dyshimet janë se varimi do të bëhet në qytetin e Shkupit, pasi që edhe aty e ka vendbanimin Shpati, ndërsa vendlindjen e ka në qytetin e Tetovës.